Data 25 janar, Zanafilla, kapitulli 26. Por pati një zi buke në vend, përveç zisë së parë të bukës që kishte ndodhur në kohën e Abrahamit. Pastaj Isaku shkoi tek Abimeleku, mbreti i Filistejve në Gerar. Atëherë Zoti u shfaq dhe i tha: Mos zbrit në Egjipt, shëndro në vendin që do të them. Shëndro në këtë vend dhe unë do të jem me ty dhe do të bekoj, sepse kam për të dhënë ty dhe pasardhësve të tu tërë këto vende dhe do ta mbaj betimin që i kam bërë Abrahamit, babait tënd, dhe do t'i shumoj pasardhësit e tu si yjet e qiellit. Do t'u jap pasardhësve të tu tërë këto vende, dhe të gjitha kombet e tokës do të bekohen te pasardhësit e tu, sepse Abrahami u bind vullnetit tim dhe respektoi urdhrat, urdhërimet, statutet dhe ligjet e mia. Kështu Isaku qëndroi në Gerar. Kur njerëzit e vendit i bënin pyetje rreth gruas së tij, ai u përgjigjej: "Është motra ime", sepse kishte frikë të thoshte është gruaja ime, sepse mendonte njerëzit e vendit mund të më vrasin për shkak të Rebekës, sepse ajo është e pashme. Kur kishte kaluar një kohë gjatë në atë vend, Abimelekut, mbreti të Filistejve, i rastisi të shikojë nga dritarja dhe pa Isakun që përkëdhelte Rebekën, gruan e tij. Atëherë Abimeleku thirri Isakun dhe i tha: "Ajo është me siguri gruaja jote. Si bëhet që ti the ajo është motra ime?" Isaku ju përgjigj: "Sepse thosha, nuk do të doja të vdisja për shkak të saj." Abimeleku i tha: "Ç'është kjo që na bëre? Ndokush nga populli mund të binte lehtë në shtrat me gruan tënde dhe ti do të na kishe ngarkuar me faj të rënd." Kështu Abimeleku i dha urdhër tërë popullit: "Kushdo që prek këtë njeri ose të shoqen, do të dënohet patjetër me vdekje." Isaku mbolli në atë vend dhe po atë vit korri një prodhim 100 herë më të madh, dhe Zoti e bekoi. Ky njeri u bë i madh dhe vazhdoi të rritet derisa u bë jashtëzakonisht i madh. Ai arriti të zotëroj kope dhe ensh dhe qesh dhe kishte një numër të madh shërbëtorësh. Kështu filistejt e patën zili dhe për këtë arsye i zun duke i mbushur me dhe tërë puset që shërbëtorët e babait të tij kishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij. Atëherë Abimeleku i tha Isakut: "Largohu nga ne, sepse ti je shumë më i fuqishëm se ne." Kështu Isaku u largua që andej dhe u vendos në luginën e Gerarit dhe aty banoi. Dhe Isaku filloi të hap puse ujë që ishin hapur në kohën e Abrahamit, atit të tij, dhe që filistejt i kishin mbyllur pas vdekjes së Abrahamit, dhe u vuri po ato emra që u kishte vënë babai i tij. Pastaj shërbëtorët e Isakut gërmuan në luginë dhe gjetën aty një pus me ujë të freskët. Por barinjtë e Gerarit u grindën me barinjtë e Isakut duke u thënë: "Uji është i yni." Dhe ai e quajti pusin Esek, sepse ata e kishin kundërshtuar. Shërbëtorët hapën pastaj një pus tjetër, por ata kundërshtuan edhe për këtë, dhe Isaku e quajti Sitnah. Atëherë ai u largua që andej dhe hapi një pus tjetër, për të cilin nuk pati kundërshtim, dhe ai e quajti atë Rehoboth, sepse ai tha: "Tani Zoti na ka vënë larg dhe ne do të kemi mbarsi në këtë vend." Pastaj se këtejmi Isaku u ngjit në Bersheba, dhe Zoti u shfaq po atë natë dhe i tha: "Unë jam Perëndia i Abrahamit, babait tënd. Mos ki frikë, sepse unë jam me ty. Do të bekoj dhe do të shumoj pasardhësit e tu për hir të Abrahamit, shërbëtorit tim." Atëherë ai ndërtoi në atë vend një altar dhe përmendi emrin e Zotit, dhe po aty ai ngriti edhe çadrën e tij. Aty shërbëtorët e Isakut hapën një pus. Pastaj Abimeleku nga Gerari shkoi tek ai bashkë me Ahucathin, mikun e tij, dhe me Pikolin, kreun e ushtrisë së tij. Dhe Isaku u tha atyre: "Pse keni ardhur tek unë, përderisa më urreni dhe më keni larguar prej jush?" Atëherë ata ju përgjigjen: "Ne e pam qartë që Zoti është me ty. Kështu tham, le të bëjmë një betim ndërmjet nesh dhe teje, dhe të përfundojmë një aleancë me ty. Dhe kështu ti nuk do të na bësh asnjë të keqe, ashtu si ne nuk të kemi prekur, nuk të kemi bërë vetëse të mira dhe të kemi lënë të ikësh në paqe. Ti je tani i bekuari i Zotit." Kështu Isaku shtroi për ta një gosti dhe ata hëngrën e pinë. Të nesërmën në mëngjes, u ngritën herët dhe shkëmbyen një betim. Pastaj Isaku i përcolli dhe ata ikën në paqe. Po atë ditë ndodhi që shërbëtorët e Isakut erdhen për ta lajmëruar për pusin që kishin hapur duke i thënë: "Kemi gjetur ujë." Dhe ai e quajti atë Shibah. Për këtë arsye, qyteti mban emrin Bersheba edhe sot e kësaj dite. Në moshën 40 vjeçare, Esau mori për grua Juditin, të bijen e Beerit, Hiteut, dhe të Basemathit, bijtë e Elionit, Hiteut. Këto u bën shkas për një hidhërim të thellë të Isakut dhe të Rebekës. Mateu, kapitulli
25. Atëherë mbretëria e qiejve do t'u ngjajë 10 virgjëreshave, të cilat i morën llampat e tyre dhe i dolën para dhëndrit. Por 5 nga ato ishin të mençura dhe 5 budallachka. Ato që ishin budallachka, kur morën llampat e tyre, nuk morën me vete vaj. Kurse të mençurat, bashkë me llampat e tyre, morën edhe vajin në enet e tyre. Por duke qenë se dhëndri po vononte, dremitën të gjitha dhe i zuri gjumi. Por aty nga mesnata u dëgjua një britëm. Ja, po vjen dhëndri, i dilni para. Atëherë të gjitha ato virgjëreshat u ngritën dhe stëlisën llampat e tyre. Por budallachkat u thanë të mençurave: na jepni nga vaji juaj, sepse llampat tona po na fiken. Por të mençurat duke u përgjigjur thanë: jo, se mos nuk mjafton për ne dhe për ju. Më mirë shkoni te tregtarët dhe blini vetë. Por kur ato shkuan ta blejnë, erdhi dhëndri, dhe ato që ishin gati hynë bashkë me të në dasëm dhe dera u mbyll. Por më pas erdhen edhe virgjëreshat e tjera duke thënë: Zot, Zot, hapna. Por ai duke u përgjigjur tha: në të vërtet po ju them se nuk ju njoh. Rrini zgjuar pra, sepse nuk e dini as ditën as orën në të cilën vjen biri i njeriut. Sepse mbretëria e qiejve është si një njeri që kur po nisej për në vend të huaj, i thirri shërbëtorët e tij dhe u besoi pasuritë e veta. Dhe njërit i dha 5 talenta, dhe tjetrit 2 dhe një tjetri 1, secilit sipas zotësisë së tij, dhe fill u nis për në vend të huaj. Por ai që kishte marrë të 5 talentat shkoi dhe tregtoi me to dhe fitoi 5 talenta të tjerë. Po ashtu edhe ai që kishte marrë 2 talenta fitoi edhe 2 të tjerë. Por ai që kishte marrë 1 shkoi, hapi një grop në dhe e fshehu paranë e Zotit të vet. Por mbas një kohe të gjatë, u kthye Zoti atyre shërbëtorëve dhe i bëri llogarit me ta. Dhe ai që kishte marrë të 5 talentat erdhi dhe i solli 5 të tjera duke thënë: Zot, ti më besove 5 talenta. Ja, me ato fitova 5 talenta të tjerë. Dhe i Zoti i tha: të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik. Ishe besnik mbi pak gjëra, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Por erdhi edhe ai që kishte marrë të 2 talentat dhe tha: Zot, ti më besove 2 talenta. Ja, me ato fitova 2 talenta të tjerë. I Zoti i tha: të lumt shërbëtor i mirë dhe besnik. U tregove besnik mbi pak gjëra, unë do të vë mbi shumë gjëra. Hyr në gëzimin e Zotit tënd. Po kështu erdhi edhe ai që kishte marrë vetëm 1 talent dhe tha: Zot, e dija se je njeri i ashpër, që korr ku nuk ke mbjell dhe mbledh ku nuk ke shpërndar. Dhe pata frikë, dhe shkova dhe e fsheha talentin tënd në tokë. Ja ku e ke tëndin. Dhe i Zoti duke u përgjigjur i tha: shërbëtori i lig dhe përtac. Ti e dije se unë korr atje ku nuk kam mbjell dhe mbledh aty ku nuk kam shpërndar. Ti duhet ta kishe vënë paranë time te këmbyesit e parave dhe kështu në kthimin tim do ta kisha marrë timin me interes. Ja merrni pra këtij talentin dhe ja jepni atij që ka 10 talenta. Sepse atij që ka do t'i jepet dhe do t'i teprojë, por atij që nuk ka do t'i merret edhe ajo që ka. Dhe shërbëtorin e pavler hidheni në errësirën e jashtme. Atje do të jetë qara dhe kërcëllim dhëmbësh. Dhe kur të vi biri i njeriut në lavdinë e tij, dhe gjithë ëngjët e shenjtë bashkë me të, atëherë do të ulet mbi fronin e lavdisë së vet, dhe të gjitha kombet do të mblidhen para tij. Dhe ai do t'i ndajë njërin nga tjetri ashtu si ndan bariu delet nga cjept. Dhe delet do t'i vërë në të djathtën e tij dhe cjept në të majt. Atëherë mbreti do t'u thot atyre që do të jenë në të djathtën e tij: ejani, të bekuar të atit tim, trashëgoni mbretërinë që u bë gati për ju që nga themelimi i botës. Sepse pata uri dhe më dhat për të ngrënë. Pata etje dhe më dhat për të pirë. Isha i huaj dhe më pritët. Isha i zhveshur dhe më veshët. Isha i sëmur dhe ju më vizituat. Isha në burg dhe erdhët tek unë. Atëherë të drejtët do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të uritur dhe të dham për të ngrënë, ose të etur dhe të dham për të pirë, dhe kur të pam të huaj dhe të pritëm, ose të zhveshur dhe të veshëm, dhe kur të pam të sëmur ose në burg dhe erdhëm te ti. Dhe mbreti duke ju përgjigjur do t'ju thotë: në të vërtet po ju them, për aq sa ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre vëllezërve të mi më të vegjël, ma keni bërë mua. Atëherë do t'u thotë edhe atyre që do të jenë të majt: largohuni nga unë të mallkuar,
në zjarr të përjetshëm, të përgatitur për djallin dhe ëngjëjt e tij, sepse pata uri dhe nuk më dhat për të ngrënë, pata etje dhe nuk më dhat për të pirë, isha i huaj dhe nuk më pritet, i zhveshur dhe nuk më veshet, i sëmur dhe në burg dhe nuk erdhe të më shihni. Atëherë, edhe ata do t'i përgjigjen duke thënë: Zot, kur të pam të uritur ose të etur, ose të huaj, ose të zhveshur, ose të sëmur, ose në burg dhe nuk të shërbyem? Atëherë do t'u përgjigjet atyre duke thënë: Në të vërtetë po ju them, por aq sa nuk ja keni bërë këtë ndonjërit prej këtyre më të vegjëlve, nuk ma keni bërë as mua. Dhe ata do të shkojnë në mundim të përjetshëm dhe të drejtët në jetën e përjetshme. Libri i Esterit, kapitulli 2. Pas këtyre ngjarjeve, kur zemërimi i mbretit Asuero u qetësua, atij u kujtua Vashti, atë që kishte bërë ajo dhe çfarë kishte vendosur lidhur me të. Atëherë shërbëtorët e mbretit që ishin në shërbim të tij i thanë: Të kërkohen për mbretin vajza të virgjëra dhe të hishme. Mbreti le të caktojë në tërë krahinat e mbretërisë së tij komisar, të cilët të mbledhin tërë vajzat e virgjëra të hishme në qytetin e Suzës, në shtëpinë e grave, në mbikëqyrjen e Hegait, eunukut të mbretit dhe rojtari grave, që do t'u jap atyre me lhemet për t'u pastruar. Vajza që do t'i pëlqejë mbretit, të bëhet mbretëresh në vend të Vashtit. Ky propozim u pëlqye nga mbreti dhe kështu veprua. Në qytetin e Suzës ishte një jude i quajtur Mardoke, biri i Jairit, biri i Shimeit, biri i Kishit, një benjaminit, që e kishin internuar nga Jeruzalemi bashkë me mërgjimtarët e sjellë në robëri me Jekonjahun, mbretin e Judës, nga Nebukadnecari, mbret i Babilonisë. Ai e kishte rritur Hadasahun, do me thënë Esterin, bijen e ungjit të tij, sepse ajo nuk kishte as baba, as nën. Vajza ishte e hishme dhe kishte trup të bukur. Pas vdekjes së të atit dhe të nënës së saj, Mardokeu e mori si bijen e tij. Kur urdhri i mbretit dhe dekreti i tij u përhapën dhe shumë vajza u mblodhën në qytetin e Suzës në mbikëqyrjen e Hegait, edhe Esterin e quan në pallatin e mbretit në mbikëqyrjen e Hegait, rojtarit të grave. Vajza i pëlqeu dhe fitoi simpatinë e tij. Kështu ai u shpejtua t'i jap melhemet për pastrimin dhe ushqimin e saj. I dha gjithashtu 7 vajza të reja të zgjedhura në pallatin e mbretit dhe e zhvendosi bashkë me to në apartamentin më të mirë të shtëpisë së grave. Esteri nuk kishte treguar asgjë për popullin e saj, as për vendin e prejardhjes së saj, sepse Mardokeu e kishte urdhëruar të mos tregonte. Çdo ditë Mardokeu shëtiste përpara oborrit të shtëpisë së grave për të marrë vesh si ishte Esteri dhe ç'po bëhej me të. Kur i vinte radha, çdo vajze të hynte te mbreti Asuero, pasi kishte bërë 12 muaj përgatitje sipas rregulloreve të grave, sepse kështu plotësoheshin ditët e pastrimit të tyre. 6 muaj për të lyer me vaj të mirrës dhe 6 muaj me aroma dhe me lheme të grave për të pastruar. Vajza shkonte te mbreti, i lejohej të merrte me vete nga shtëpia e grave në pallatin e mbretit tërë ato që donte. Atje ajo shkonte në mbrëmje dhe të nesërmen në mëngjes, kalonte në shtëpinë e dytë të grave, në mbikëqyrjen e Shashgazit, eunukut të mbretit dhe rojtar i konkubinave. Ajo nuk kthehej më te mbreti, veç se po ta kërkonte mbreti dhe ta thërrisnin me emër. Kur erdhi radha për të shkuar te mbreti Esterit, bijes së Abihailit, ungji Mardokeut, që e kishte marrë me vete si bijen e tij, ajo nuk kërkoi asgjë veç asaj që i tregoi Hegai, eunuku i mbretit, rojtari i grave. Dhe Esteri fitoi simpatinë të gjithë atyre që e shihnin. Esteri e quante mbreti Asuero në pallatin e tij mbretëror muajin e 10, do me thënë në muajin e Tebethit, në vitin e 7 të mbretërimit të tij. Mbreti e dashuroi Esterin më tepër se gjitha gratë e tjera, dhe ajo gjeti hir dhe mirëdashje në sytë e tij më tepër se tërë vajzat e tjera. Kështu ai i vuri mbi kokë kurorën mbretërore dhe e bëri mbretëresh në vend të Vashtit. Pastaj mbreti shtroi një banket të madh për tërë princat dhe shërbëtorët e tij, banketin e Esterit. Përveç kësaj, ai u dha një ditë pushimi krahinave dhe bëri dhurata me bujari mbretërore. Kur vajzat u mblodhen herën e dytë, Mardokeu rrinte ulur te porta e mbretit. Esteri, sipas urdhrit që Mardokeu i kishte dhënë, nuk kishte treguar asgjë as për vendin e prejardhjes së saj, as për popullin e saj. Në të vërtetë, Esteri zbatonte urdhrat e Mardokeut, ashtu si në kohën kur ishte nën kujdestarinë e tij. Në ato ditë, ndërsa Mardokeu rrinte ulur te porta e mbretit,
Bigtani dhe Tereshi, dy eunuk të mbretit dhe rojtar të pragut, u zemëruan dhe kërkuan të shtrinin dorën kundër mbretit Asuero. I njoftuar për këtë gjë, Mardokeu lajmëroi mbretëreshën Ester dhe Esteri informoi mbretin në emër të Mardokeut. U bën hetime dhe u provua se gjëja ishte e vërtetë. Të dy eunukët u varën në trekëmbësh. Pastaj kjo ngjarje u regjistrua në librin e kronikave në prani të mbretit. Veprat e apostujve, kapitulli 25. Tani Festi, si arriti në krahin, mbas 3 ditësh nga Cezarea, u ngjit në Jeruzalem. Kur e prifti dhe krerët e judejve i paraqiten akuzat kundër Palit dhe i luteshin, duke kërkuar të bënte favorin që Palin ta binin në Jeruzalem, kështu ata do ta vrisnin rrugës në një prit. Por Festi u përgjigj se Pali ruhej në Cezare dhe që ai vet do të shkonte aty shpejt. Prandaj njerëzit me influencë midis jush, tha ai, le të zbresin me mua dhe në qoftë se ka ndonjë fajt e ky njeri, le ta akuzojnë. Si qëndroi midis tyre më shumë se 10 ditë, zbriti në Cezare. Të nesërmen zuri vend në selinë e gjykatës dhe urdhëroi të sillnin Palin. Dhe si erdhi, judej që kishin zbritur nga Jeruzalemi e rrethuan dhe drejtuan kundër Palit shumë akuza të rënda, të cilat nuk mund t'i vërtetonin. Në mbrojtje të vet, Pali tha: "Unë nuk kam mëkatuar as pak, as kundër ligjit të judejve, as kundër tempullit, as kundër Cezarit." Por Festi, duke dashur t'ju bëj shefin judejve, ju përgjigj Palit dhe tha: "A dëshiron të ngjitesh në Jeruzalem për të gjykuar para meje për këto gjëra?" Atëherë Pali tha: "Unë jam para selisë së gjykatës së Cezarit ku duhet të gjykohem. Unë nuk u kam bërë asnjë të padrejtë judejve, sikurse edhe ti e di shumë mirë. Në qoftë se kam vepruar keq ose kam vepruar diçka që meriton vdekjen, nuk kundërshtoj të vdes. Por nëse s'ka asgjë në ato për të cilat këta më akuzojnë, askush nuk mund të më dorëzoj. Unë i apelohem Cezarit." Atëherë Festi, si e bisedoi me këshillin, u përgjigj: "Ti je apeluar Cezarit, te Cezari do të shkosh." Edhe si shkuan disa ditë, mbreti Agripa dhe Berenike erdhën në Cezare për të përshëndetur Festin. Dhe mbasi që ndruan disa ditë, Festi ja parashtroi mbretit çështjen e Palit, duke thënë: "Feliksi ka lënë të burgosur një far njeriu, kundër të cilit kur isha në Jeruzalem, kur e priftrin dhe pleqt e judejve, paraqiten akuza duke kërkuar dënim kundër tij. Unë u dhash përgjigje se nuk është zakoni romakëve të dorëzojnë dikë për vdekje para se i akuzuarit të ballafaqohet me paditësit e tij dhe t'i jetë dhënë mundësia që të mbrohet nga akuza. Prandaj, kur ata u mblodhen këtu pa e shtyr punën, u ula të nesërme në selinë e gjykatës dhe urdhërova të ma sillnin këtë njeri, për të cilin paditësit që dolen përpara meje nuk paraqiten asnjë akuzë për ato që unë pandehja. Por kishin kundër tij disa çështje për fenë e tyre dhe për një far Jezusi që ka vdekur dhe për të cilin Pali thoshte se jeton. Dhe duke qenë se unë mbeta ndër dyshas në një çështje të tillë, i thash nëse donte të shkonte në Jeruzalem dhe të gjykohej atje për këto. Por mbasi Pali u apelua të ruhet për të gjykuar te perandori, urdhërova që ta ruanin derisa të mundem ta dërgoj te Cezari." Agripa i tha Festit: "Do të doja edhe unë ta dëgjoja këtë njeri." Dhe ai tha: "Nesër do ta dëgjosh." Kështu të nesërmen Agripa dhe Berenike erdhen me shumë madhështi dhe mbasi hyn auditor me kryemjesit dhe me burrat e shquar të qytetit, me urdhër të Festit u soll Pali. Atëherë Festi tha: "O mbret Agripa dhe gjithë ju burrat që jeni të pranishëm bashkë me ne, ju po shihni atë kundër të cilit gjithë turma e judejve mu drejtua mua në Jeruzalem dhe këtu, duke thirrur se nuk duhet të jetoj më. Por unë duke parë se s'ka bërë asgjë që të meritoj vdekjen dhe duke qenë se ai vetë i është apeluar perandorit, vendosa ta dërgoj. Dhe duke qenë se s'kam asgjë të sigurt që t'i shkruaj tim Zoti për të, prandaj e solla para jush dhe më tepër përpara teje o mbret Agripa, që si të bëhet hetimi të kem që t'i shkruaj. Sepse më duket e parësyeshme të dërgosh një të burgosur pa shënuar akuzat kundër tij."